Çmimi i kurbanit këtë vit shkon nga 200 euro deri në 2000 euro për kafshët më të mëdha, ndërsa për këtë dash këtu që është afër meje, çmimi i këtij dashi është 600 euro këtë vit. Një ditë para festës së Kurban Bajramit, blegtorët që shesin dhe blerësit diskutonin për çmimet. Sipas shitësve, arsyeja e çmimeve të larta janë shpenzimet të mëdha të blegtorëve, por edhe puna e rëndë e blegtorisë, ndërsa këtë vit sipas tyre shitja është edhe më e ulët se vitin e kaluar. A më trego çmimet sa janë? Ja, si çmimet, si s'ka mështeri. S'ka? Ja. A sa janë çmimet? Sa është çmimi i këtij dashi? 500 euro. 500 euro. I ziut këtu që është afër? Ne na 500 euro. Blerësi. S'ka blerësi, s'ka ndek blerësi. Këto. Ka blerë që një dele keqë 200 euro se blen. S'ka. Blen, gotovo, më ka marrë këpo. S'ka sruj më. Vim s'ka gjinja, ku janë gjinja? S'ka gjinja. Sa dele i ke, sa ru? Kam dele 150 copa, ma s'ka u, kurbanin ka u, s'rukësh. Sa basilisht, mundët më zrije keme ndroha, ma njerë për njerë, e në të rrejt në dilë që. Nuk ka shite? Nuk ka. Që arsyeja, pse nuk ka shite? Po së të dim shte ku e di, e në nësë me dim për shka. Mendon se çmimet janë të larta, kjo është arsyeja? Po jo, si çmimet janë nejta, si vit, po si vitin e kaluar. A janë ma lirë se vitin e kaluar, apo të njëjta janë çmimet? Njëjta, bile më nalt ka shkuar. Ka shku ma lartë? Po. E cila është arsyeja e rritjes së çmimeve? Si mendon? Sipas jush, cila është arsyeja e kryesore? Që është në kingjë është shtrenjt, ngrona është shtrenjt, që ajo. Barint, sa i paguni këtë vit? Vetë, s'ka barin, s'punon kërkush. Sipas disa blerësve, çmimet e bagtive për kurbana dhe këtë vit janë tepër të larta, ndërsa sipas disa tjerëve, çmimet janë të arsyeshme për mundimin dhe punën e vështirë të blegtorëve. Ta e blejtë kurbanin? E mora kurbanin 250 euro me ora, të moj kishe po ato nxati mas për punuar, ajo po ka një angazhim në. Çmimet u duken të larta si janë këtë vit? Normal janë, super çdo herë. Ke gjonat kanë shutër madhe, kjo libe shutër madhe. Janë të arsyeshme sipas jush. S'ka atë, si që në katan një 2 vetë, 600 shpaj katandi, e 2 vetë kanë. Që tërkush kërkush, si duhenës. Sa shkojnë çmimet për akisisht? Sa janë? Shkojnë për 600 euro, në 200, 250 euro. Deri në 600, 1000. E 1000 ka dash. Duken sipas jush këto çmime të arsyeshme, shkaku i punës, shkaku i mungesës, barimve, kështu me radhë. Abe kush s'ka shtrenjt është, ama pipa punës, se do punën. Do me një punën, t'i loja kamat edhe shkojë misafires. Sipas rregullave fetare islame, një pjesë e mishit të kurbanit të shpërndahet të varfërve, një pjesë tjetër të afërmve dhe miqve, ndërsa një pjesë ndahet për familjen.